Horoskopi ditor e martë 3 shkurt 2026. Dashi, jemi në një fazë zgjimi emocional pas javësh që ndjenit nevojën për të nxituar, për të provuar veten dhe për të pohuar veten. Qielli tani po ju kërkon të bëni diçka ndryshe, të dëgjoni. Marsi ju bën energjik por edhe impulsiv, prandaj keni kujdes me fjalët tuaja, veçanërisht në dashuri. Në punë ka një provë për të kapërcyer, jo domosdoshmërisht një pengesë, por një provë e motivimeve tuaja të vërteta. Ata që kanë ndryshuar drejtim kohët e fundit, po fillojnë të kuptojnë nëse ishte zgjedhja e duhur. Në dashuri, beqarët mund të kenë një takim stimulues, por jo gjithçka duhet të konsumohet menjëherë. Jepini kohë. Demi. Juve nuk ju pëlqejnë ndryshimet e papritura dhe për fat të mirë. Kjo është një kohë kur durimi shpërblehet. Konfirmimi vjen në punë, veçanërisht për ata që kanë bërë përparim të mirë në muajt e fundit, por keni kujdes me shpenzimet, nuk është koha për të tepruar. Në dashuri nevojitet më shumë qartësi. Çiftet e qëndrueshme duhet të rizbulojnë një dialog më të thellë, ndërsa ata që janë beqar mund të ndihen pak më të mbyllur. Hapni një dritare drejt botës, edhe nëse është vetëm me një mesazh shtesë. Binjakët. Mendja juaj vërshon, ndoshta shumë shpejt, dhe rrezikoni të humni energjinë tuaj. Ky qiell favorizon kontaktin, komunikimin dhe marrëveshjet, i shkëlqyer për ata që punojnë me fjalë ose me publikun, por keni kujdes me premtimet. Jepni vetëm ato që mund t'i mbani. Në dashuri ekziston një dëshirë për zemër lehtësi, por jo të gjithë rreth jush janë të gatshëm të ndjekin në këtë nivel. Ata që kanë përjetuar një zhgënjim të kohëve të fundit duhet të ndalojnë së analizuari dhe të fillojnë të ndjejnë. Gaforia. Qielli ju rikthen energjinë dhe dukshmërinë, por keni kujdes me krenarin tuaj. Jo gjithçka është një sfidë në punë. Mund të merrni njohje të rëndësishme, veçanërisht nëse keni pasur guximin të dilni në pa. Në dashuri jeni pasionant, por edhe kërkues. Mos harroni se dashuria nuk është një skenë, është një shkëmbim. Beqarët kanë mundësi të mira, veçanërisht në mjedise të reja ose jo konvencionale. Luani. Po përballeni me të kaluarën, jo për t'u penduar, por për të kuptuar se çfarë të merrni me vete dhe çfarë të lini pas. Ka një ngadalësim në punë që nuk duhet parë si një disfat, por më tepër si një pushim i domosdoshëm. Në dashuri jeni më të ndjeshëm se zakonisht. Ata që ju duan duhet ta demonstrojnë këtë me veprime. Marrëdhëniet familjare dhe sqarimet e shtyra prej shumë kohësh janë të favorizuara. Virgjëresha, duhet ta vini jetën tuaj në rregull, jo vetëm në jetën praktike, por edhe në ndjenjat tuaja. Në punë jeni të saktë dhe të besueshëm, por rrezikoni të merrni shumë përgjegjësi. Mësoni të delegoni. Në dashuri ka nevojë për më pak kontroll dhe më shumë spontanitet. Ata që janë në një lidhje duhet të shmangin kritikat e panevojshme. Ata që janë beqar mund të zbulojnë se dashuria vjen pikërisht kur ndalojnë së kërkuari atë në mënyrë obsesive. Peshorja. Nuk mund të shtyni më një vendim në lidhje me punën ose marrëdhëniet. Venusi u mbron, por kërkon ndershmëri, veçanërisht për veten tuaj. Ka një propozim interesant në punë që ja vlen ta shqyrtoni me qetësi. Në dashuri, çiftet që kanë përjetuar tensione mund të rikuperohen, por vetëm nëse të dy bëjnë një hap drejt njëri tjetrit. Beqarët janë magjepsës, por duhet të shmangin marrëdhëniet e ndërlikuara. Akrepi. Qielli ju kërkon ta transformoni këtë intensitet në vetëdije. Ekziston një sfidë e madhe në punë. Dikush po ju vëzhgon dhe do t'ju kritikoj. Në dashuri ju jeni magnetik, por edhe të kujdesshëm. Nëse dikush dëshiron vërtet hyjë në jetën tuaj, duhet të hapni një derë, jo vetëm një çarje. Kjo është një kohë e favorshme për ata që duan të mbyllin një kapitull dhe të fillojnë një të ri. Shigjetari. Qielli ju shtyn të shikoni larg përpara të planifikoni, të ndëroni shumë. Në punë, megjithatë keni kujdes të mos i neglizhoni detajet. Entuziazmi duhet të shoqërohet me konkretësi. Në dashuri, ju nevojitet hapësirë, por jo vetmi. Ata që janë në një lidhje duhet të rizbulojnë lidhjen e tyre. Ata që janë beqar mund të bien në dashuri me dikë jashtëzakonisht të zakonshëm. Bricjapi.
Keni bërë zgjidhje të rëndësishme dhe tani qielli ju kërkon t'i përmbajeni atyre. Në punë jeni të vendosur, por pak të lodhur, jepini vetes një pushim. Në dashuri, keni vështirësi të shprehni ndjenjat tuaja, por kjo është koha e dur për ta bërë këtë. Çiftet e forta që ndrojnë të forta, ato të brishta duhet të sqarohen. Projektet afatgjata janë të favorizuara. Ujori. Keni ide të shkëlqyera, por jo të gjithë mund t'i ndjekin ato. Në punë mund të propozoni diçka të re, por zgjidhni kohën me kujdes. Në dashuri, jeni të paparashikueshëm. Ata që ju duan duhet ta pranojnë këtë natyrën tuaj, por duhet të mbani mend se liria nuk përjashton praninë. Beqarët përjetojnë takime stimuluese, madje edhe të papritura. Peshqit. Qielli ju është romantik dhe frymëzues, por edhe pak konfuz. Emocionet janë të forta dhe nuk mund t'i menaxhoni gjithmonë. Në punë, ndiqni intuitën tuaj, por pa humbur kontaktin me realitetin. Në dashuri keni nevojë për butësi dhe siguri. Çiftet duhet të mbrojnë ndjenjat e tyre dhe nga ndërhyrjet e jashtme, ndërsa ata që janë beqar mund të përjetojnë një takim karmik, një nga ato që lën një përshtypje të qëndrueshme.